Në ceremoni u ekzekutua vetëm hymni Maqedonas dhe jo himni shqiptar. Ndoqa reagimet të turpshme. Në reagimet e tij, si Rama dhe ministri natyrisht shprehnin mos pajtimin me aktin, por mbronin autorin kryesor, kryetarin e tyre të bashkisë. Pra, dilte se kryetari i cili në të gjithë ligjin dhe bocët të protokollit ishte mikprit si zyrtar i kryeministrit vendit mik, dhe shteti duhet të ishte i pranishëm për sigurinë, për të gjitha, për protokollin, për çdo gjë, pavarësisht se ajo nuk ishte një vizitë zyrtare, por ardhja e një kryeministri në një aktivitet në vendin tënd përbën një. Dhe këta se si të nxirrin të pafajshëm socialistin e tyre, i cili merret vetëm me tendra dhe s'ka mendje për asgjë tjetër, një lloj si Rama. Dhe njoftonin se kryetari i bashkisë kërkoi falje. Çfarë falje kërkoi kryetari i bashkisë? Kryetari i bashkisë është përgjegjësi kryesor i atij protokolli. Dhe faljen e pas ka një shoqat. Në fakt realiteti ky është. Ky shtet është në duart e krimit, në duart e mafjes, në duart e kujdo, po jo të ligjit.